Kryeministri Edi Rama ka reaguar për aksidentin e rëndë të ndodhur në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë ndërsa një i tretë ndodhet në gjendje të rëndë te Spitali Traumës. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shprehet se mësoi lajmin sapo mbriti në Erevan të Armenisë për takimin e komunitetit politik evropian, duke e cilësuar ngjarjen si një tragjedi të pangushëllueshme. Ai lutet për shpirtrat e 2 fëmijëve që humbën jetën dhe shpreh mbështetje për prindrit, duke uruar forcë për të përballuar dhimbjen. Po ashtu kryeministri uron shërim të shpejtë fëmijës së plagosur që ndodhet në spital. Reagimi i Ramës. Sapo kemi zbritur në Erevan të Armenisë për komunitetin politik evropian dhe kam mësuar për tragjedinë e pangushëllueshme të humbjes së 2 fëmijëve, ndërkohë që fëmia i tretë lufton për jetën në kujdesin e mjekëve. Zoti bekof 2 shpirtrat e vegjël, u dhënë forcën e jashtëzakonshme prindërve për t'i mbijetuar dhimbjes së madhe, ndërkohë që bashkohem në lutjet për shërimin e fëmijës në spital. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.